Si është e mundshme me nduthoqi prej vitit 1994. Unë është me rrugë prej flamurit shtetit Maqedonisë. Dhe në vitin 2026, thot nuk ka bashkëjetesë me Maqedonasit. Kush e thot? Me nduthoqi që i ka shfrytzu gjithat mirat e këtij shteti. Prej se e mbojnë mend njerëzit që kanë linë, se shumica kanë linë pas vitit 1992, ajo është njëtën politike. Kush e pagu? Shteti i Makedonisë. Edhe sot e me dalë më na thonë neve të Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, se ne jemi shqiptar të Gjergj Kastriotit, me nduthoqi nuk është. Me nduthoqi flet shqip, ajo është i kombit Sultan Mahmutit. Ai na për të bime ka bërtit Allahu Ekber. Nuk është vendi i krishave dhe i kishave, po është vendi ku thuhet Allahu Ekber, la ilaha illallah. Allahu Ekber, la ilaha illallah. Allahu Ekber, la ilaha illallah. Me një deputet do jem në qeveri me vëmëron, por nuk ndodhe asnjëherë përveç se dë tavolinë.